Në galerinë e bibliotekës Thimi Mitko në Korç u çel ekspozita Artizania e artistes Natasha Çapa, e cila solli punime artizanale të frymëzuara nga tradita dhe mjeshtëria e gruas shqiptare. Artistja tha se puna me dorë është për të një pasion i hershëm dhe një formë për të ruajtur identitetin kulturor. Punimet e dorës janë në fillim lidhë si domosdoshmëri për të punuar. Kaloj në vitet dhe për mua u bë pasion. Nuk mund të qëndroj dot pa punuar. Këto që shikonin këtu, mund të kem 6 vjetë që punoj. Deri tani nuk kam bërë asnjë gjë për të shitur, unë e kam pasion, siç e thash, dhe më pëlqen të punoj. Kohën e lirë e kaloj vetëm duke punuar. Pa humbën këto ka humbur çdo gjë. Dhe sidomos në qytetin e Korçës, dhe sidomos në Shqipëri, nuk do të humbasin këto vlera. Ekspozita u prit me interes nga vizitorët që vlerësuan bukurinë dhe forcën e kësaj trashëgimie. Këta njerëz janë shumë të vlerësuar dhe jam shumë krenare që zonja Natasha është pjesë e këtij qyteti dhe i transmeton komunitetit vlera të tilla, të cilat duan mjeshtëri të rallë, duan dashuri në radhë të parë dhe ajo zonjë i bën thjesht për pasion. Kjo është një ekspozitë që të gjithë brezin e moshës së tashës dhe brezin ton e kemi të trashëguar, por jo të gjithë e kanë pasionin. Mund të kenë bërë disa gjëra, si që ishte paja që meresh edhe ato mereshin diçka nga këto, po të vazhdosh në këtë moshë, me të njëjtin pasion, me të njëjtin dashuri për t'i shprehur, është e veçantë. Kjo ekspozitë është një dëshmi se arti i punës së dorës jo vetëm që mbijeton, por vazhdon të frymëzojë breza të tërë.